Duke njohur karakterin e tij, Luiz Elli nuk mund të rinte pa bërë një nga reagimet ironike, edhe për përplasjen e fundit mes Kirës dhe Dojna Memës. Në atë që duket si një bisedë mes tij dhe Kirës, Luizi duket sikur ka parashikuar eksaktësisht rezultatin e fitores së Shqipërisë në ndeshjen me Serbinë, dhe në mbishkrim, vendosi disa fjalë të njëjta me kundërpërgjigjen e Dojnës, por me ca ndryshime. Mua ku më pyesin direkt jashtë kamerave, kam këllqe për të përgjigjur drejt për drejt, sepse ndihem rehat, e nuk merrem me sajesa që i besojnë vetë. Thënë kjo, tema është e parëp dhe kam shumë interes të atjerë edhe më shumë se kaq publikisht. Natën e mirë. Me pak fjalë, Luizi ironizon deklaratën e Dojnës duke i treguar se ndryshe nga që thot, është më e guximshme të jap deklarata të kësaj natyre në prapasken. Plus, ai tregon dhe një bindje se Dojna në fakt po e shijon vëmendjen dhe ndaj po e tjerë edhe më tej ngjarjen. Nga çfarë kuptohet, ky parashikimi eksakt i Luizit duhet të jetë bërë me Photoshop, duke nënkuptuar me ironi që Dojna mund të ketë manipuluar mesazhet. Ndërkohë, nga ana tjetër, Dojna ka reaguar menjëherë duke publikuar një story, ku ka dhënë përgjigjen e saj me tone të qarta ironie dhe vetbesimi. Ajo shkruan: "Mua ku më bëj një pyetje direkte, qoftë kjo edhe para kamerave, kam mjaftueshëm këllqe për të dhënë përgjigje të drejtpërdrejta. E bëj edhe për rehatin time, se s'më duhet të mbaj mend gënjeshtrat e të përfundoj duke i besuar edhe vetë." Thënë kjo, tema është e varfër, ndaj nuk shoh ndonjë interes të veçantë për ta tjerë më shumë se kaq publikisht. Ditë të mbarë.